Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndiqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Sot po fillojmë leximin e librit të parë të Samuelit. Kemi përfunduar pra librin e Ruts, një libër mjaft i shkurt. Lexojmë 3 pjesë prej librit të parë të Samuelit në kapitujt 1 deri në 7. Leximin e tekstit e bën Mona Kola nga Melbourne në Australi. Katekezen për herë të parë tek Lexo Biblën me ne do ta bëj Ana Gjura nga famullia e Jubanit. Ta bëjmë një hyrje mjaft të shkurt në librin e Samuelit. Në traditën biblike quhet Sefer Shmuel, libri i pikërisht i Samuelit, nga ana redaktimit përfundimtar të librit, por edhe nga mënyra se si duket, libri i parë dhe i dytë i Samuelit duken si një vepër e kryer. Janë të menduar si një libër i vetëm. Libri i dytë i Samuelit është vazhdim i natyrshëm i librit të parë. Nëse vrehet kalimin nga libri i parë i Samuelit në librin e dytë të Samuelit, shohim se janë i njëjti libër, vazhdon i njëjti tregim, i referohet të njëjtës histori, duket se po shkruan e njëjta dorë, pra dhe nga ana letrare gjejmë të njëjtat stile. Ndarja në dy libra është vepër e përkthimit grek të 70-ve, Septuaginta, përkthim që kemi përmendur sa herë, që me vonë shënjëronimi i ka marrë si dy libra të ndarë tek përkthimi i Vulgatës. Kështu kanë hyrë në traditën e krishterë si libri i parë i Samuelit dhe libri i dytë i Samuelit. Emri Shmuel, pra emri i këtij profet, i referohet figurës që hap librin, edhe pse prej kapitullit 12 nuk është me ai personazhi kryesor i tregimit. Libri mban emrin e Samuelit për një arsye ndoshta teologjike, por jo letrare. Ndoshta nga ana letrare Davidi do ta meritonte më shumë t'i dedikohej libri. Nga ana teologjike i dedikohet Samuelit sepse ai është figura që bën kalimin nga periudha e sundimit të gjyqtarëve tek periudha e mbretërve. Ne patjetër se do t'i konsiderojmë si dy libra të ndarë, sepse në traditën tonë janë libra të ndarë, duke e pasur parasysh veç se të dy librat përbëjnë një libër të vetëm. Nëse shtrojmë pyetjen kush e ka shkruar këtë libër dhe kur, e dim se përgjigja, si gjithmonë, është mjaft e ndërlikuar dhe në shkencat biblike ka shkaktuar debat në historinë e egzegezës. Në këtë libër kemi disa shtresa, sikurse i quajmë në Bibël. Me fjalën shtresë nënkuptojmë periudhën e kompozimit të tekstit. Shtresa e parë, shtresa më e vjetër, i takon periudhës mjaft të hershme, ndoshta shekullit 10-9 para Krishtit. Janë tradita në të cilat nuk kanë ndikim nga historia dhe teologjia deuteronomistike. Për shembull, tradita e arkës tek libri i parë i Samuelit kapitujt 6 deri në 7 edhe në disa raste tjera, kjo pjesë është me siguri pjesë e pandikuar nga tregimi deuteronomistik. Edhe konsiderimi i Samuelit si profet, për shembull tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 9 deri në 10, janë tregime mjaft të hershme. Shtresa e dytë i takon periudhës deuteronomistike, do ta shohim se libri i parë i Samuelit është plot me elemente të historisë deuteronomistike. Shtresa e fundit është e periudhës pas shpërnguljes, shekujt 6-5 para Krishtit, kur historia e mbretërisë në Izrael mirrej si mësim teologjik mbi arsyet e katastrofës kombëtare. Mbi katastrofat kombëtare do të flasim tek Lexo Biblën me ne kur të flasim për librat e mbretërve. Cila është struktura e librit? Bloku i parë përbëhet prej kapitujve 1 deri në 7, hapet me lindjen e mrekullueshme të Samuelit. Hanna, nëna e tij, ishte beronjë. Kjo ka një strukturë të tregimit analoge me lindjet e tjera të mrekullueshme biblike, sikurse tek rasti i Sarës, i Rebekës, i Raheles që kemi lexuar tashmë. Libri i parë i Samuelit kapitulli 3 tregon thirrjen e tij profetike. Në këto kapituj filistejt e grabisin arkën e beslidhjes, këtë tregojnë kapitulli 4 deri në 6 dhe Samueli caktohet gjyqtar te kapitulli 7. Bloku i dytë kemi raportin midis Samuelit dhe Saulit, një raport mjaft konfliktual, e gjejmë në kapitujt 8 deri në 15. Nga ana skenarit gjejmë këtu shumë tension, populli kërkon një mbret, kapitulli 8, dhe niset debati i madh mbi monarkinë. Shaul, nga fisi i Benjaminit,
zgjidhet, shukurohet dhe konfirmohet mret në kapitujt 9 deri 11. Por mosbindja e tij e njëpasnjëshme, që tregohet te kapitulli 13 por edhe te kapitulli 15, e largojnë Zotin prej Saulit. Si shembull mund të lexojmë libri i parë i Samuelit, kapitulli 15, rreshti 35. Samueli nuk e pa me Saulin deri ditën e vdekjes së vet. Samueli e çante shumë Saulin, sepse Zoti ishte penduar që e kishte bërë mret në Izrael. Bloku i tretë kemi ngritjen e Davidit. Davidi paraqitet si personazh tek kapitujt 16 deri në fund, deri në kapitulli 31. Kur Samueli e zgjell Davidin në Betlehem, në shtëpinë e nipit të Rutës tek Jese, te kapitulli 16, Davidi fillon të jetë një personazh, fillimisht një fije në sfond, por dal ngadalë del në pa gjithnjë më shumë. Këtu Davidi përparon periodikisht në autoritet, në integritet personal e në pushtet. Sauli njëkohësisht degradon në të gjitha mënyrat. Cilat janë elementet kryesore teologjike të këtij libri? E para është teologjia e mbretërisë, e monarkisë. Çështja qendrore teologjike e librit të parë të Samuelit është monarkia e pajtueshme me sovranitetin e Zotit mbi Izraelin. Teksti ka dy përgjigje, e para është kundër, si për shembull tek libri i parë i Samuelit kapitulli 8 rreshti 7 thotë kështu: Zoti i tha Samuelit, dëgjoje zërin e popullit për gjithçka që i thon. Ata nuk të përbuzen ty, por më përbuzen mua, që të mos sundoj mi ta. Por gjejmë edhe favor në këto tregime mbi mbretërinë, mbi ekzistencën e mbretërisë, për shembull tek libri i parë i Samuelit kapitulli 9 rreshtat 16 deri në 17. Thotë kështu: që në këtë orë që është tani, nesër unë do të çoj te ti një njeri prej tokës së Benjaminit. Ti atë lyeje për krye të mbar popullit tim Izraelit. Ai do ta shpëtoj popullin tim prej duarve të filistejve. E pa shmirimin e popullit tim dhe gjema e tij arriti tek unë. Posa Samuelit i shkuan syt te Sauli, Zoti i tha: ja njeriu për të cilin të kam thënë, ky do të zotrojë mbi popullin tim. Kjo tregon se mbi këtë çështje kishte debat, sepse ka argumente të vlefshme edhe në favor edhe kundër monarkisë. Esenca është që të sigurohet klima që Zoti të jetë sovrani kryesor. Një pikë tjetër teologjike është e lidhur me provaninë hyjnore dhe lirinë njerëzore. Si tek libri i Rutës, edhe këtu Zoti vepron nëpërmjet personazheve dhe zgjedhjeve të tyre. Thirrja e Samuelit, zgjedhja e Davidit, braktisja e Saulit janë të paraqitura si veprime hyjnore të kryera përmes vendimeve të këtyre personazheve të bëra me liri. Autori thekson me forcë temën e lirisë. Sauli vendos të mos bindet, kapitulli 13, kapitulli 15. Davidi vendos të mos e vras Saulin, kapitulli 24, kapitulli 26. E shumë vendime tjera që merren në këto tekste për të cilat do të flasim. Së fundi roli i profetit, libri i parë i Samuelit flet mbi marrëdhënien profet-mret. Profeti nuk është shërbëtor i fronit mbretëror, por është zëdhënës i Zotit. Profeti ndërhyn, korrigjon, gjykon, edhe kur është e nevojshme refuzon mbretin e kundërshton. Ky model do të vazhdojë me Natanin, karshi Davidit për shembull, libri i 2 i Samuelit kapitulli 12, me Elin kundrejt Ahabit, libri i parë i mbretën me kapitullin 21. Ka dhe shumë shembuj tjerë që do t'i shohim. Tani ta dëgjojmë leximin e parë në program për sot. Leximi për librin e parë të Samuelit, kapitulli 1, rreshtat 9 deri në 16. Ana pasi hëngrë në pinë e Silo u ngrit, prifti Eli porrin të nëndjenjësen e vet në derë të tempullit të Zotit. Ana ashtu me shpirt plot dhembje i u lut Zotit duke derdhur shumë lot, dhe u kushtua Zotit me këto fjalë: O Zoti i gjithësisë, nëse priresh prej shërbëtores sate e shikon vuajtjen time, dhe nëse të bie ndërmend për mua, mos e harro shërbëtorën tënde, e fali shërbëtores sate një djalë. Unë atë do t'ja kushtoj Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij, dhe breskë roje nuk do të kaloj përmbi kokën e tij. Ndërsa ajo po zgjaste lutjen e vet para Zotit, Eliu e shikonte gojen e saj.
por se Ana fliste në zemrën e vet, luante vetëm buzët e zërin nuk i dëgjohej fare. Kështu Heliu mendonte se ishte e dehur dhe i tha: "Deri kur do të mbetesh e dehur? Bluaje pak verën me të cilën i ngopur." Ana ju përgjigj: "Jo, im zot, s'është ashtu fare. Unë jam një grua tejet e mjerë. Verë as kur farpije që mund të de nuk kam pirë, por zbraza zemrën time para Zotit. Mos e mba shërptorën tënde për grua të keqe, sepse u luta kaq gjatë për shkak të mirimit të madh e trishtimit që kam." Pjesa që gjejmë tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 9-16, paraqet skenën qendrore të kapitullit të parë. Lutjen e Hanna në tempullin e Shilos. Ajo lutet sepse ndjen në shpirt një dhimbje të thellë, nuk ka fëmijë sepse është beronjë, por edhe një vështirësi tjetër kishte ajo. Gruaja tjetër e burrit të saj, Penina, po e fyente. Në Shilo ndodhej arka beslidhjes. Ishte vendi ku shërbente Eli, ky prift mjaft i angazhuar bashkë me bijtë e tij. Nuk duhet të habitemi pse burri i Hanna kishte një grua tjetër. Kemi hasur edhe herëve tjera rastet e poligamisë në beslidhjen e vjetër. Gati të gjithë patriarkët praktikonin poligamin. Poligamia në Bibël, veçanërisht në beslidhjen e vjetër, pranohej si një praktikë kulturore dhe shoqërore dhe ishte sidomos e lidhur me sigurimin e trashëgimtarëve ose me përforcimin e aleancave politike. Tekstet biblike pothuajse kurse paraqesin si një ideal, përkundrazi gati gjithmonë theksojnë konflikte familjare që rrjedhin prej poligamisë. Elkanna, për shembull, burri i Hanna, tek leximi jon, është shembull i mirë i kësaj praktike. Shembullin e famshëm që kemi hasur tashmë e gjejmë tek cikli i Abrahamit, meqense Sara ishte beronjë, ai kishte marrë për grua Agar, një grua të huaj, me qëllim që t'i linte trashëgimi. Cilat janë arsyet kryesore të poligamisë e kemi thënë, e para sigurimi i pasardhësve, me që Hanna ishte beronjë. Kjo gjë në lindjen e mesme të lashtë konsiderohej si fatkeqësi e madhe dhe rrezikonte shuarjen e emrit të familjes. Elkanna mori gruan e dytë, Penina, pikërisht për të siguruar fëmijë dhe ja siguroi. E dyta është kultura e kohës, e lidhur edhe me temën e pasardhësisë, por edhe me zgjerimin me të mall të miqësive. Kjo sjellje nuk ndalohej nga ligji i asaj kohe. Përkundrazi, në disa kode ligjore, siç është kodi Hammurapit, që kemi përmend, burri kishte të drejtë të merrte një grua tjetër, sidomos nëse ajo që kishte nuk i linte fëmijë. Tregimi biblik i beslidhjes së vjetër toleron këtë praktikë, por nuk e lëvdon. Ka pasoja serioze. Si Abrahamin me Sarën edhe Agarin, teksti tregon se kjo marrëdhënie solli xhelozi, tension dhe vuajtje të madhe për Hanna. Poligamia, prandaj, nuk është një procedurë që duhet lëvduar, edhe pse teorikisht pranohej. Te kreshti 9 lexojmë se Hanna u ngrit. Në Bibël kjo folje shumë herë tregon vendosmëri, veprim të bërë me qëllim, me bindje. Hanna ishte pasive deri në atë moment. Ishin duke ngrënë duke pirë, ishin duke kalu jetën se një ditë për ditë, me ato pak kënaqësi që jeta i sjell natyrisht. Por kur rrihet në to dhe për t'i kaluar ka nevojë që me i dhanë jetës. Hanna u ngrit, vendosi të bëjë diçka, të ndryshojë. Nuk dëshiron të dorëzohet, nuk e ka në mend të jetojë me atë gjendje të rënd shpirtërore në mënyrë të përjetshme. Hanna vendos të lutet, të shkojë një Hekal Adonai, pra në tempullin e Zotit. Në kontekstin e Shilos nuk nënkupton tempullin e Jerusalemit e përsërisim, por është një shenjtërore në veri. Nuk dihet shumë për këtë vend. Në Tel Seilun janë gjetur mbetet dhe një ndërtese të rëndësishme të shekujve 1200-1000 para Krishtit, por është e vështirë të identifikohet me shenjtëroren që përmendet këtu, ajo ndërtesë që është zbuluar atje. Eli ishte ndenjur në një karrig. Ky shënim mund të kuptohet edhe sikurse të ishte i ulur mbi fron, sepse ai ishte Joshev al-Hakise, ndenjur mbi karrig, por emri Kise në hebrejisht do të thonë edhe fron. E kemi thënë herën tjetër, pozicioni i ulur shpreh autoritetin e atij që gjykon. Ai prej aty ndenjur sheh çka ndodh në shenjtërore, vren se Hanna me shpirt plot dhimbje
ju lut Zoti duke derdhur shumë lot, thot kapitulli i parë rreshti 10. Dhe po e shohim pas pak, fillon të gjykoj. Ky rresht përshkruan situatën nga ana psikologjike. Situata psikologjike e Hanna ishte marat nefesh në hebraisht, do më thënë se kishte në shpirt marr, sikurse Naomi tek libri Ruc kishte hidhrim. Naomi u thot rejave të veta ta thrasin Mara, jo Naomi. Libri Ruc, kapitulli i parë, rreshti 20. Këto dy gra pra kanë vështirësi të rënda ekzistenciale. Shpirti në dhimbje duhet të nënkuptohet si dhimbje ekzistenciale, dhimbje tërësisë së qenjes. Nuk mund të futemi thellë në këtë aspekt, por mjafton të theksojmë se kjo hidhësi e Hanna prek krejt jetën, gëzimin, lirin, vullnetin. Kush ndjen hidhrim në shpirt nuk është i lirë të bëjë të mirën. E mira kërkohet në liri, në gëzim. Hidhrimi grabit lirin. Hanna bën dy gjëra. E para ju lut Zotit dhe qau shumë. E dyta, lutja bëhet me qarje të njëkohësishme. Te rreshti 11 lexojmë se gjatë lutjes ajo premton se nëse Zoti do ta shoh, do ta kujtoj dhe nuk do ta harroj, do t'ia dhuroj një djalë, ajo do t'ia kushtoj Zotit. Ajo i drejtohet Adonai, Zotit si Adonai Tsevaot, Zoti i ushtrive. Kjo shprehje Adonai Tsevaot del këtu për herë të parë në Beslidhen e vjetër. Ky është një ndër titujt hyjnor më të rëndësishëm të kushtuar Zotit, dhe ky titull e kanë vërejtur studiuesit, hyn në Bibël për herë të parë përmes kësaj gruaje. Kështu kanë me thirr Zotin hyj ushtrive profetet kryesor të Beslidhes së vjetër si Isaia, Jeremia, Zakaria, Malakia e tjerë. Zotin hyj ushtrive e thrasim edhe ne të krishterët. Hanna ndër tjera ja vë Zotit në pa vuajtjen e saj. Ngjashëm me librin e Daljes kapitulli 3 rreshti 7, ku Zoti i thot Mojsiut se e ka parë vuajtjen e popullit të vet. Vrejmë gjithashtu se Hanna thot për vete se është shërptorja e Zotit, amatëha në hebraisht, shërptorja jote. Edhe ajo si Ruta deklarohet shërptore, por në krahasim me rastin e Rutës, që deklarohet shërptore e Boaz, lexojmë te kapitulli 3 rreshti 9, Hanna është shërptore e Zotit. Ruta i kushtohet Zotit në një formë të ndërmjetësuar nëpërmjet Boaz, kurse Hanna me përkushtim personal të angazhuar në lutje. Premtimi është se djalin, nëse do t'i lind, unë do ta kushtoj Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij dhe briskëroja nuk do të kaloj përmi kokën e tij, sikurse tek historia e Samsonit pra që kemi parë, djali do të jetë nazir. Rreshti 12 tregon se ndërsa ajo po zgjaste lutjen e vet para Zotit, Heli e shikonte gojen e saj. Kjo tregon se Hanna qëndroi në atë pozitë të lutjes për një kohë të gjatë, nuk tha fjalë të shpejta dhe u largua, por qëndroi aty. Lutja e saj ishte e zgjatur e vazhdueshme, e ngulmuar, rabba, e shumë e fortë, në formë të vazhdueshme, thot teksti hebraik. E kujtoni rastin kur Jezusi kërkon të lutemi natën ditë, pa u nal asnjëherë, kështu lutej Hanna. Kërkesat e Jezusit i gjejmë për lutje të vazhdueshme i gjejmë te kapitulli 18, rreshti i parë i Ungjillit të Luks, gjithashtu Luka 11:5-13, Luka 21:36, edhe Shën Pali e thot këtë gjatë libri i parë i Salonikasve kapitulli 5, rreshti 17. Ka dhe citime tjera që mund të japim. Në shumë raste Jezusi ka kërkuar prej vetëve me lut atin. Edhe ai shumë shpesh është lutur në vetmi. Eli pra po vrojtonte gojen e saj, po ndiqte situatën me kujdes. Mirë po ai mendoi se ishte e dehur. Ky është një shënim i pazakontë i autorit. Si ka mundësi që një prift i tempullit të Shilos me kaq përvojë nuk di të dallojë lutjen autentike me të qenurit të dehur? Rrallë dehe një grua në botën e lashtë. Kjo ishte e fundit që mund t'i shkonte ndërmend, sikurse do të shohim më vonë. Ky nuk është në gjendje të kuptojë situatën shpirtërore edhe të bijve të vet. Është dhuratë e veçantë me arrit me njoft ndenjat e tjetrit. Eli, bitet e cilit do të akuzohen për sjellje skandaloze të kultit, sikurse lexojmë te kapitulli 2 rreshtat 12-17, i drejton fjalë qortimi gruas së devotshme. Eli e kritikon Hanën, i thot kështu: deri kur do të mbetesh e dehur? Bluaje pak verën me të cilën je ngopur. Ishte një mënyrë për të thënë mos pi shumë, pi më pak, pi një herë, atëherë pi pak më vonë, në këtë kuptim, bluaje. Kurse tek rreshti 15,
Hanna ju përgjigj: "Jo, im Zot, s'është ashtu fare, unë jam një grua të jetë e mirë. Veras kur far pije që mund të de, nuk kam pirë, por zbraza zemrën time para Zotit. Mos e mbaj shërbëtoren tënde për grua të keqe, sepse u luta kaq gjatë për shkak të mjerimit të madh e të trishtimit që kam." Përgjigjja e Hanna është dinjitoze, e qetë, e drejt për drejt. "Lo Adoni", thot ajo së pari, "jo, Zoti im." Me qetësi, pa ja kthyer me të keqe pa drejtsin. Hanna ishte shumë e trishtuar, por kishte forcë të zotroj veten. Për ta përshkruar situatën e saj, ajo përdor foljen kasha, që do me thanë me qenë vështirë, me qenë rënd. Është një folje stative hebraike, tregon qenjen e vështirësisë. Thot se e ka shpirtin e rënd, se ka peshë në shpirt, duket sikur po janë kohet Elit dhe se i sugjeron se ai po shikon ku nuk duhet. Eli shikonte se ajo po fliste diçka me vete, por ajo e fton të shikoj aty ku duhet të shikoj njeriu, pikrisht në shpirt. Mirë po shumë herë njeriu fatkeqësisht sheh veten pamjen e jashtme dhe ndalet veten tek ajo. Nëse pamja e jashtme i pëlqen e lëvdon, nëse nuk i pëlqen e shan. Por kjo është krejtësisht e gabuar nëse njeriu nuk mundohet të shikoj më në thellësi të njeriut, në shpirtin e tij. Duke fol me Elin, ajo i thot se ka derdh shpirtin para Zotit. Në hebraisht gjem një formulim shumë prekës: "Va eshpoh et nafshi lifne Adonai", thot ajo. Folja eshpoh këtu në veten e parë, prej foljes shafah, do më thonë me derdh për tokë. Përdoret zakonisht kur derdhen lëngjet, si kur derdhe gjaku ose uji ose tamli. Hanna përdor këtë folje për të përshkruar situatën e vet. Ajo e ka derdhur vetveten para Zotit, është derdh si t'ishte ujit. Është një shprehje unike kjo për të përshkruar lutjen e dikujt. Njeriu kur i lutet Zotit me gjithë shpirt, sidomos nëse kalon situata të rënda personale, derdhet para tij, si të ishte prej lëngut. Së fundi ajo i lutet Elit që të mos ta trajtojë si një grua të kotë, po lexoj në hebraisht mënyrën se si shprehet ajo: "Al titen et amatha lifne bat Belial." Mos e konsidero shërbëtoren tënde si një grua Belial. Belial do të thonë pa vlerë. Në formën bat Belial e ka kuptimin sikurse të thonë te vajza e shthurjes, sikurse të ishte person i shfrenuar, siç është për shembull dikush që është pianec. Bat Belial përshkruan kategorinë e ulë sociale dhe morale, por tek tregimi i librit të parë të Samuelit, kështu do të quhen vetbite Elit, Bene Belial, vetëm 2 kapituj më vonë. Te kapitulli 2, rreshti 12, ajo që Eli akuzoi gabimisht Hanna do ta zbuloj si cilësinë reale të fet bijve të tij. Disa konkluzione teologjike biblike do t'i japim si zakonisht. Së pari, Hanna është një model i lutjes. Ajo nuk lutet me formulat e jashtme, ajo e derdh vetveten. Tradita me vonshme hebraike dhe krishtere ka njohur këtë skenë si normë. Lutja e vërtetë është e brendshme, e vazhdueshme. Titullin e madh Adonai Tsevaot pra. Hanna e bën publik dhe jo tempulli. E bën publik dhimbja, e bën publik lutja e thellë e shpirtit të saj. Së dyti, Eli është një antimodel i gjykimit të nxituar. Njeriu nuk duhet të ngutet asnjëherë ta gjykojë tjetrin. Njeriu e shet tjetrin se po bën diçka në formë të jashtme, ndoshta edhe të pazakon ndonjëherë, por është shumë e vështirë të dihet për një mend se çka njeriu ndryn në zemër të vet, sidomos një njeri që vuan. Leximi për libër të parë të Samuelit, kapitulli 4, rreshtat 1 deri në 4. Ndër ato ditë u bashkuan filistenjët për të luftuar. Edhe izraelitet u dolën para filistenjëve për të ndeshur në luftë. E ngulën fushimin përgjatë Abenesrit, kurse filistenjët në Afek, dhe e rinditën rreshtin e luftës kundër Izraelit. Por kur u ndes lufta, izraelitet u sollën shpinën filistenjëve. Mbetën të vrara të ditë në për ara rreth 4.000 burra. Populli u kthye në fushim e pleqtë e Izraelit thanë: "Pse na goditi sot Zoti me anë të filistenjëve?"
të shkojmë në Silo e ta marrim arkën e beslidhjes së Zotit dhe ta çojmë në mesin tonë që të na shpëtojë prej dorës së armiqve tanë. Populli dërgoi disa njerëz në Silo dhe morën prej andej arkën e beslidhjes së Zotit, të ushtrive që rri përmbi kerubin. Me arkën e beslidhjes së hyut ishin të dy bijet e Heliut, Ofniu dhe Finesi. Pjesa që lexuam flet mbi traditën e arkës, Kevod Adonai në hebraisht. Kjo traditë shtrihet nga kapitulli 4 deri në kapitullin e 6 dhe konsiderohet nga shumica studiosëve si blok narrativ i pavarur, siç tham, sipas gjasave me origjinë të hershme, ndoshta i ruajtur në mjedisin kultik të Shilos. Samueli nuk përmendet në tregim, emri i tij nuk përmendet asnjëherë në kapitujt 4 deri në 6. Fakti se Samueli është personazh kryesor të kapitullit 1 deri në 3 dhe pastaj kthen përsëri te kapitulli 7, tregon se libri i parë i Samuelit kapitullit 4 deri në 6 ka priardhje të pavarur për pjesës tjetër të librit të parë të Samuelit dhe sipas gjasave është shumë më e vjetër. Rreshti i parë thot, ndër ato ditë u bashkuan filistejt për të luftuar. Edhe izraelitët u dolën para filistejve për të ndeshur në luftë. E ngulën fushimin për zgjat Abeneserit, kurse filistejt në Afek. Filistejt e kemi përmendur disa herë deri tani, janë popull i ardhur ndoshta prej Egjeut, thirrën popujt e detit në disa tekste egjiptiane. Ishin popullatët e bregdetit në perëndim të Izraelit. Historia e Samsonit ishte lidhur me ta. Qytetet e tyre ishin Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat dhe Ekron. Këto i kam numëruar për jugut drejt veriut. Tregon libri i parë i Samuelit kapitulli 13 rreshtat 19 deri në 22 se për bunonin hekurin kishin shumë ushtarë, ishin mjaft të zhvilluar. Emri modern Palestinë vjen pikrisht prej emrit të tyre, prej filistejve. Thot rreshti 3 se populli u kthye në fushim e pleqtë të Izraelit thanë, pse na goditi sot Zoti me anë të filistejve, të shkojmë në Silo e ta marrim arkën e beslidhjes së Zotit dhe ta çojmë në mesin ton, që të na shpëtojë prej dorës së armiqve tanë. Ky rresht është i rëndësishëm. Pleqtë e Izraelit që ishin ata që kishin si detyrë të marrin vendime në këtë situatë krize, ku kishin vdekur 4000 vet, bëjnë këtë pyetje fetare. Pse na goditi Zoti sot me anë të filistejve? Ata janë të bindur se disfati është vepër e Zotit, por nuk e dinë pse. Zgjidhja që pleqtë propozojnë është teologjikisht e papranueshme. Të lexojmë edhe një herë zgjidhjen që propozojnë dhe pastaj ta shpjegojmë pse është e gabuar. Ata thonë të shkojmë në Silo e ta marrim arkën e beslidhjes së Zotit dhe ta çojmë në mesin ton, që të na shpëtojë prej dorës së armiqve ton. Logjika e tyre është kjo: arka është prania e Zotit garanton fitoren, por kjo logjik trajton arkën dhe nëpërmjet saj Zotin si një mjet magjik, gati si një idhull i disponueshëm sipas dëshirës dhe nevojës së njerëzve. Ata nuk e kuptojnë se Zoti ja ka lënë në duar të armiqve prej mungesës së marrëdhënies me te. Tani ata mundohen të përdorin arkën e beslidhjes së Zotit, pa pas as pak marrëdhënie me Zotin. Për këtë them se e përdorin si një idhull, si mjet për të arritur qëllime të veta. Rreshti 4 tregon se populli dërgoi disa njerëz në Silo dhe morën prej andej arkën e beslidhjes së Zotit ushtrive që rri përmbi kerubin. Me arkën e beslidhjes së hyjit ishin të dy bijtë e Heliut, Ofniu dhe Finesi, kështu i ka quajtur Dom Simoni në përkthimin e tij. Ne do t'i thrasim më shumë me emrin e tyre hebraik, Ofni dhe Pinhas. Emri i arkës këtu është shumë solemn, arka e beslidhjes së Zotit ushtrive që rri përmbi kerubin. Asku tjetër nuk thirret kjo arkë në këtë titull, me titull të ngjashëm po, tek libri i 2 i Samuelit kapitulli 6 rreshti 2 merr një titull edhe më solemn, arka e hyjit mbi të cilin që thirrur emri i Zotit ushtrive që rri mbi kerubin. Edhe një titull tjetër solemn të arkës e gjejmë tek libri i parë i Kronikave, kapitulli 13 rreshti 6, ku thirret arka e hyjit të Zotit që rri mbi kerubin, ku u thirr emri i tij. Kerubin biblik, keruvim në hebraisht, janë ata që rrin afër Zotit, ata që kujdesen për hapësirën e shenjtë. Një shembull klasik merret zakonisht tek libri i Zanafilës kapitulli 3 rreshti 24. Pas mëkatit të Adamit dhe Evës, teksti biblik tregon se Zoti e dëboi njeriun dhe në lindje të kopshtit të Edenit i vendosi kerubin e shpaten flakruese e vringëlluese
për të ruajtur shtegun e pemës së jetës. Do të flasim për kerubim edhe kur të flasim për librin e Esdres. Arka dhe dy kerubin simbolizojnë shenjtrinë më të madhe të Zotit të pranishme mbi tokë. Teksti tregon një element të veçantë që duhet ta shpjegojmë, se aty ishin të pranishëm edhe të dy bijtë e Heliut, Hofni dhe Pinhas. Tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 2, rreshti 12, e kemi thënë këta dy karakterizohen si Bene Belial, dhe këtu tregohet pse. Ata kishin bërë gabime të shumta, kishin shpërdoruar ofertat e kultit dhe kishin shkuar me gra që shërbenin në hyrjet tabernakullit. Lexojmë te libri i parë i Samuelit, kapitulli 2, rreshti 22, kështu. Heliu ishte plakur shumë, por kishte dëgjuar gjithçka që bënin bijtë e tij kundrejt të gjithë izraelitëve, dhe se ata flinin me gra që shërbenin në hyrjen e tendës së takimit. Ata aty të pranishëm të arka nuk ishin garanci e gjërave të bëra si duhet, përkundrazi, ishin shenje të qartë e pranisë së korrupsionit dhe mungesës së besimit të krejt afër vendit ku ndodhej arka beslidhjes. Si përmbledhje teologjike mund të themi se libri i parë i Samuelit, kapitulli 4, 1-4, paraqet premisat e tregimit të tragjedive që vijojnë. Së paku 3 elemente teologjike këtu janë defektoze. E para, tensioni midis dijes së arsyes së tragjedisë dhe propozimit të zgjidhjes së gabimit. Pleqët e Izraelit e dinë se disfata është vepër e Zotit, por kjo gjë nuk zgjidhet duke manipuluar me Zotin ose me kultin, por me pendim, me kthim nga Zoti, me rekuperimin e raportit të humbur me te. Arka përdoret si armë, jo si simbol i pranisë së hyjnisë në mesin e tyre. Ky konfuzion midis objektit dhe pranisë do të çojë drejt katastrofë që lexojmë tek rreshtat 10-11. Atëherë filistejt e filluan betejën, izraelit u thyen dhe secili u fut të çadrën e vet. Kjo që një humbje e madhe fort, ranë në luftim izraelitët, 30.000 këmsor, u zua dhe arka e hyjit, po edhe të dy bijtë e Heliut mbeten të vrarë, Hofni dhe Pinhas. Së dyti, tensioni midis shenjtrisë së arkës dhe ndytësisë së atyre që e mbajnë, Hofni dhe Pinhas aty të pranishëm, që jetojnë një jetë të shthurur, përmenden me qëllim. Prania e tyre i shenjë se ata kot janë të marrë me vete arkën si mjet magjik përfitore, ka nevojë për jetë konkrete morale, për jetë korrekte morale, me dasht me kërku ndihmën e Zotit. Së treti, nuk është Izraeli zotrusi i Zotit, por Zoti është hyji i Izraelit. Nuk do të lexojmë krejt këtë histori sepse secili mund ta shoh vetë në Bibël detajet e saj. Me pak fjalë mund të themi se këto 2-3 kapituj, nëse i lexojmë me kujdes, theksojnë me forcë nevojën që gjithkush para Zotit të zëj atë vend që i takon, dhe që gjithkush ta respektoj rolin e vet. Populli në tregimin e këtyre 2 kapitujve disi simbolikisht të përfaqësuar nga Hofni dhe Pinhas, jetojnë jetë të shthurur, krejt të shfrenuar. Me stilin e jetesës së shfrenuar nuk arrihet farfitorjet, por me jetën e përshpirshme dhe me besë të përkushtuar provanisë hyjnore. Të gjitha fitoret e njeriut janë në fakt fitoret e Zotit për të mirën e krijesave të tija. Leximi për libër të parë të Samuelit, kapitulli 7, rreshtat 2-6. Kështu pra, që prej ditës kur arka e Zotit qëndroi në karjatarim, kaluan ditë bukur shumë, 20 vjet. Dhe mbar populli i Izraelit zuri të lëshoj ofshama drejt Zotit. Atëherë Samueli u drejtua mbar shtëpisë së Izraelit me këto fjalë: Nëse me gjithë zemër doni të ktheni tek Zoti, hiqni zotat e huaj dhe astarotët prej mesit tuaj. Drejtojeni zemrën tuaj e Zotit, shërbejni vetëm atij, dhe ai do t'ju shpëtoj prej dorës së filistenjve. Bijët e Izraelit i flaken balet e astarotët dhe i shërbyen vetëm Zotit. Samueli tha: Bashkojeni mbar Izraelin në masë, që t'i lutem Zotit për ju. U bashkuan në masë, nxorën ujë e derdhën para Zotit, agjëruan atë ditë dhe thanë aty: Kemi mkatnuar ndaj Zotit. Samueli në masë, që gjyqtar i Izraelit. Kapitulli 7 i librit të parë të Samuelit, prej të cilit lexuam disa rreshta, hap një epokë të re.
Samueli kthen protagonisti i tregimit dhe Izraeli korr fitore, por vetëm sepse pendohet dhe fillon përsëri të jetojë sipas rregulloreve të ligjit të Mojsiut. Populli ka jetuar 20 vjet pa ark, i ka marrë malli për të jetuar në mënyrë të rregullt. Sa më shumë që njeriu jeton kocsinë e jetës, sa më shumë që çmon të larta gjërat kota, aq më shumë i mërziten të gjitha. Vjen një kohë kur i neveriten, kur ndron jetën e rregullt. Arka kthen në Izrael pas kësaj kohe, por tani pyetja e vërtetë është e lidhur me qëndrimin e popullit. Populli a do të jetë i qëndrueshëm? Kthimi i arkës a është siguri e përtritjes shpirtërore të popullit? Izraeli vajtoi pas Zotit, kështu thot tregimi, por ky vajtim është shprehje e jashtme. E kemi mësuar tashmë, por do ta përsërisim sa herë. Zoti nuk nalet tek gjestet e jashtme, por kthekson nevojën e një kthimi të thellë të zemrës. Rreshti 3 vjen në skenë me fort Samuelin dhe rolin e tij profetik. Thot kështu, atëherë Samueli u drejtua marrë shtëpisë së Izraelit me këto fjalë: Nëse me gjithë zemër doni të ktheheni te Zoti, hiqni zotat e huaj dhe ashtarotet prej mesit tuaj. Drejtojeni zemrët tuaja Zotit, shërbejeni vetëm atij dhe ai do t'ju shpëtojë prej dorës së filistejve. Autorët kanë theksuar 3 etapa në këtë bisedë të Samuelit. Ai e para shpreh kushtin, e dyta kërkon një veprim të veçantë dhe e treta premton fitore në emër të Zotit. Kushti është kthimi ka Zoti me gjithë zemër. Përdoret folja hebraike shuv, që do të thonë me kthye, dhe është fjalë teknike për të shprehur pendimin e totalitetit të njeriut, orientimin e plot të jetës drejt Zotit. Veprimi që kërkon Zoti prej izraelitëve është të heqin dorë plotësisht dhe përfundimisht prej idhujve, prej të gjitha hynive të huaja. Elohe hanechar hebraisht. Ashtoret, e kemi shpjeguar, është hynesha kananite e pjellorisë dhe luftës e njohur gjerësisht në botën e linjës së afërt antike. Në Babiloni e kemi thënë thirrej Ishtar, Ashtarte ndër Fenikas. Një gjë tjetër që kërkon Samueli është që populli të vendos zemrat e tyre te Zoti dhe vetëm atij t'i shërbejnë. Ky fjalor i profetit përkujton temën e beslidhjes, është fjalor i ligjit të përtrirë. Vetëm besnikëria, vetëm qëndrueshmëria në premtimet e dhëna është garanci e fitores. Vetëm ashtu jetohet moraliteti i jetës në plotësi. Premtimi thot se Zoti do t'ju liroj prej armiqve. Zoti, jo arka, raporti me të sinqeriteti i jetës. Sipas rreshtit 4, bijtë e Izraelit i flaken Baalt e Ashtarotet dhe i shërbyen vetëm Zotit. Ata me njëherë plotësuan kushtin që ju dha profeti, i shërbyen vetëm Zotit, por lind pyetja tjetër: sa gjatë do të qëndrojnë duke shërbyer vetëm Zotit? Prej përvojës së leximit të Biblës që kemi bërë deri këtu, ne dimë se Izraelin nuk do ta mbajte përgjatë vullneti i besnikërisë. Samueli e di, shkoi në lutjen, bën agjerim, për arsye se vetëm besnikëria ndaj Zotit për njeriu është qëllimi i vështirë të arrihet, asesi me forcat veta. Kush do t'i rrijë Zotit besnik duhet të lutet shumë për ndihmë, sepse tradhtin njeriu i pa ushtruar në virtyte e ka më të natyrshme se besnikërinë. Leximet që sapo dëgjuam na paraqesin 3 ngjarje të ndryshme nga fillimi i librit të parë të Samuelit. Por në të vërtetë ato nuk janë shkputura nga njëra tjetra. Ato janë pjesë e së njëjtës histori. Historia e marrëdhënies së njerëzit me Zotin. Në njërin anë kemi Anën, një grua thjesht që i drejtohet Zotit me besim të madh. Në anën tjetër kemi popullin e Izraelit, i cili në një moment mendon se mund ta përdorë praninë e Zotit për interesat e veta, dhe më pas shohim të njëjtin popull, që pas vuajtjesh dhe gabimesh, kthehet me gjëzemër tek hyj. Këto 3 pjesë na tregojnë një të vërtetë të vetme, si sidhet njeriu me Zotin dhe si Zoti i përgjigjet njerëzit. Në kapitullin e parë të librit të parë të Samuelit, në rreshtat 9-16, takojmë Anën, e cila po kalon një vuajtje të madhe në jetën e saj, e sidomos edhe në kohën e saj. Ajo nuk kishte fëmijë. Zemra e saj ishte e mbushur me dhimbje dhe trishtim. Megjithatë, në vend që të mbyllet në dëshpërim, ajo shkon në shtëpinë e Zotit dhe lutet. Këtu shohim diçka shumë të rëndësishme. Njeriu i besimit nuk largohet nga Zoti në vuajtje, por i afrohet atij.
Ana nuk po i drejtohet një force të panjohur. Ajo i drejtohet hyj që e nje, që e dëgjon dhe që e do. Prandaj lutja e saj është e thellë dhe e sinqertë. Ajo nuk kërkon me arrogancë, nuk pretendon se Zoti është i detyruar t'ia plotësojë dëshirën, nuk e akuzon dhe nuk ankohet kundër tij. Përkundrazi, ajo ja hap zemrën me përullësi dhe besim. Nga përvoja e Anës kuptojmë një të vërtetë të rëndësishme, që besimi rritet dhe forcohet përmes marrëdhënies me Zotin. Le ta shpjegojmë një shembull nga jeta e përditshme. Nëse do të kishim nevojë për një shumë parash borxh, nuk do t'i drejtoheshim një të panjohurin në rrugë. Zakonisht do t'i drejtoheshim një personi që e njohim, qoftë i afërm, qoftë mik, koleg apo kojshi. Do t'i drejtoheshim një personi që ka mundësi të na ndihmojë, që e dim se i ka ato para. Dhe mbi gjitha, do t'i drejtoheshim një personi tek i cili kemi besim se do të na ndihmojë. Pra marrëdhënia ndërtohet mbi njohjen, mbi përvojën dhe mbi besimin. Sa më shumë ta njohim një njeri, aq më shumë rritet besimi. Sepse marrëdhënia nuk lind me një herë, por ndërtohet me kohë. E nëse kjo është e vërtet për marrëdhëniet njerëzore, aq më tepër është e vërtet edhe për marrëdhënien me Zotin. Në këtë pikë mund të reflektojmë edhe për veten tonë. Shpesh e kujtojmë Zotin vetëm kur kemi nevojë, kur smuremi, kur kemi probleme familjare apo kur kemi vështirësi ekonomike. Dhe kur veprojmë kështu, është njësoj si të telefonosh një mik vetëm kur ke nevojë, por nuk ndahen me të jetën e përditshme. E me kalimin e kohës një marrëdhënie e tillë dobësohet dhe bëhet e njëanshme. Edhe marrëdhënia me Zotin rrezikon të bëhet e tillë nëse e kufizojmë vetëm në momente nevoje. Por Zoti nuk dëshiron të jetë vetëm zgjedhja e problemeve tona. Ai dëshiron të jetë pjesë e jetës sonë çdo ditë. E kjo marrëdhënie ndërtohet për ditë, me lutje, me dëgjimin e fjalës së Tij, me sakramentet dhe me përpjekjen për të jetuar sipas vullnetit të Tij. Këtë e kuptojmë edhe përmes një shembulli tjetër shumë njerëzor, që është marrëdhënia prind-fëmijë. Ka raste kur një fëmijë kërkon prindit diçka dhe prindi nuk ja jep me një herë, ose ndonjëherë nuk ja jep fare. Në atë moment fëmia mund të mendojë, nuk po më dëgjon, ose prindi nuk më do. Por në të vërtetë ndodh e kundërta. Një prind që e do fëmijën e tij nuk vendos sipas dëshirës së çastit, por sipas asaj që është më e mira për të. Ndonjëherë pret kohën e duhur, ndonjëherë thet jo. Jo sepse nuk e do, por pikërisht sepse e do dhe dëshiron ta mbrojë ose t'i jap diçka edhe më të mirë. Kështu vepron edhe Zoti me ne. Kur nuk na jep me një herë atë që kërkojmë, nuk do të thotë se nuk na dëgjon apo se nuk na do. Përkundrazi, ai na njeh më mirë se sa e njohim ne veten tonë. Ai shet të gjithë jetën tonë, jo vetëm momentin e tashëm. Dhe e di se çfarë është më të vërtetë e mirë dhe kur është koha më e përshtatshme për të na dhënë. Një mësim tjetër i rëndësishëm që marrim nga Ana është edhe qëndrueshmëria në lutje. Ne jetojmë në një kohë të shpejtë ku jemi mësuar të kemi gjithçka me një herë. Nëse diçka na vonon, bëhemi të paduruar. Kjo shpesh futet edhe në jetën tonë shpirtërore. Lutemi pak edhe pastaj themi Zoti nuk na dëgjoi. Por Ana na mëson të kundërtën. Ajo vazhdon të lutet, ajo vazhdon të shpresoj dhe vazhdon të besoj. Besimi i vërtet nuk matet kur gjithçka shkon mirë, por kur vazhdojmë të besojmë Zotit edhe kur nuk e kuptojmë planin e Tij. Nga Ana kalojmë tek pjesa e dytë e leximit, ku këtu pamja ndryshon krejtësisht. Populli i Izraelit ka pësuar humbje në luftë dhe kërkon një zgjidhje të shpejtë. Ata vendosin ta sjellin arkën e beslidhjes në kamp, duke menduar se prania e fizike do të sigurojë fitoren. Por këtu ndodh një keqkuptim i madh. Ata e trajtojnë arkën si një objekt që sjell automatikisht fitoren. Problemi nuk ishte mungesa e arkës. Problemi ishte zemra e tyre. Ata donin ndihmën e Zotit, por jo vetë Zotin. Ky tundim
është shumë aktuale edhe sot. Edhe ne mund të bëjmë njëjtin gabim. Të kemi shenjat jashtme të fesë, për shembull të mbajmë kryq, qërinj, figura të shenjta, por pa një zemër të kthyer drejt Zotit. Objektet e shenjta padyshim janë të rëndësishme, sepse na kujtojnë Zotin, por ato nuk e zëvendësojnë kurrë marrëdhënien personale me të. Zoti nuk kërkon vetëm gjeste të jashtme. Ai kërkon zemrën. Në kapitullin 7, rreshta 2 deri në 6 dhe pjesën e fundit të këtyre leximeve, shohim që pas vuajtjeve dhe gabimeve, populli fillon të kuptojë se problemi i tyre nuk është ushtarak apo politik, por problem shpirtëror. Prandaj Samueli i fton të kthehen me gjë zemër tek Zoti. Ky është momenti i kthesës. Në Bibël, kthimi nuk është vetëm ndjenjë, por është vendim, është ndryshim drejtimi, është zgjedhje për të jetuar me Zotin. Edhe sot idhujt ekzistojnë, edhe pse nuk janë statuja, mund t'jenë paraja, suksesi, krenaria, teknologjia, ose edhe vetvetja. Çdo gjë që zë vendin e parë në zemër bëhet illull. Këto 3 lexime na japin një mesazh të vetëm dhe shumë thjesht. Zoti nuk i braktis ata që e kërkojnë me zemër të sinqertë. Ai e dëgjoi anën. Ai priti kthimin e popullit të tij dhe vazhdon na pres edhe ne sot. Prandaj le të marrim me vete 3 fjalë nga kjo pjesë: besim, qëndrueshmëri dhe kthim. Dhe mbi gjitha le të kujtojmë, ne kemi një Atë që nuk na do vetëm kur i kërkojmë diçka, por që dëshiron të ecë me ne çdo ditë. Në takimin e ardhshëm vazhdojmë leximin e librit të parë të Samuelit, do të lexojmë pjesë prej kapitujve 8 deri në 15. Janë pjesë kurioze edhe nga ana letrare. Nëse doni lexoni se do t'i kuptoni më mirë. Ju falenderojmë shumë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoft.